Lumi i Shalës që derdhet në liçenin e Komanit, po tërheq çdo vit një numër të lartë turistësh vendase të huaj, për shkak të bukurisë që natyra i ka falur kësaj zone. Kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale ndau pamje nga Lumi i Shalës në Shkodër, ku siç u shpreh ai, turistët shijojnë një nga eksperiencat më magjike të pushimeve në Shqipëri. Në këtë atraksion të jashtëzakonshëm të turizmit, në veri të Shqipërisë, turistët zgjedhin të shijojnë eksplorimin e zonës me varg, ngjitjen në majat përreth me pamje spektakolare, zhytjen në ujin e freskët të Lumit të Shalës edhe ushqimet tradicionale që ofrohen në bujtinat e ngritura pranë tij. Lumi i Shalës buron rreth Alpeve që ka një gjatësi prej 37 km prej burimit në majën e Radohinës e deri në Drinë. Lumi i Shalës dallohet për ujin e tij të veçantë ngjyrë blu të thellë. Ai është i pasur me një shumëllëshmëri peshqish, por më e përhapur është trofta, që rritet vetëm në ujërat e ëmbla. Ngjyra e kaltër dhe e ftohtë e ujit është karakteristike e këtij lumi. Shkëmbinjtë e thepisur që e rrethojnë duken sikur prekin qiellin.